Në Kukës u mbajtë panajiri i punës, zbuloi rrugët e karrierës në mbar Shqipërinë, ku bizneset lokale dhe ekspertet e profesionistë të zhvillimit të karrierës pritën të rinj të interesuar për vende të ndryshme pune. Ambasadori britanik në vendin tonë, Nicholas Abbott, tha se ky panajir është një mundësi për zhvillim më të mirë ekonomik dhe punësime për të rinjt e veriut të Shqipërisë. This event is part of our ongoing commitment to helping economic development in Albania. Panajiri është një mundësi për zhvillim më të mirë ekonomik dhe punësim. Ky eveniment është pjesë e angazhimit tonë të vazhdueshëm për të ndihmuar zhvillimin ekonomik në Shqipëri, por gjithashtu veçanërisht këtu në veri. 3 vjet më parë ndoshta duhet të merrim më shumë vendime për të adresuar sfidat në Shqipërinë e veriut. Ndoshta hezituam të vinim këtu, hezituam të kalonim përmes maleve, donim kaq shumë të ishim këtu. Besimi ynë në këtë rajon mendoj ka ndihmuar për të sjellë të tjerë në këtë zonë ose për të dhënë më shumë vëmendje për këtë pjesë të vogël të Shqipërisë. Jam shumë i kënaqur të shoh që partnerët e tjerë ndërkombëtar janë bërë të interesuar për këtë rajon në veri dhe shpresoj shumë që puna ime në Tiranë të kontribuojë në këtë përpjekje. Ajo me çfarë përballemi ne në Shqipëri është një sfidë ekonomike, sepse ajo që po shohim është që dita ditës njerëzit po lëvizin nëpër qytete më të mëdha. E dim shumë mirë historinë e emigracionit në këtë pjesë, por kjo ka lënë një hendek të madh këtu. Megjithatë, është gjithashtu një mundësi shumë e mirë për të gjithë sepse po shohim që të gjithë janë të gatshëm të largohen nga shtëpitë e tyre. Unë shpresoj që ky eveniment të mund të adresojë këtë shkëputje kontradiktore dhe ne jemi ata që duhet t'i bashkojmë bashkitë. Duam që të gjithë partnerët tanë të jenë të mbrojtur, sepse në të vërtetë duam të shohim ndryshime të theksuar në Shqipëri. Dua të kujtoj se do të mbështesim projekte dhe programe që kanë të bëjnë me pjesën veriore dhe kjo do të forcojë edhe më shumë lidhjen që ne e kemi me këtë pjesë të Shqipërisë. Panajiri u organizua nga Organizata Ndërkombëtare për Migracion IOM në Shqipëri me mbështetjen financiare nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, që po zbaton projektin forcimi kapaciteteve institucionale lokale për migracionin në Shqipëri, u shpreh Alma Jani, drejtuese e zyrës së IOM-it në Shqipëri. Ky projekt përfaqëson angazhimin tonë të përbashkët për të nxitur punësimin nëpërmjet lëvizshmërisë brenda vendit, si dhe fuqizimit të punësimit të rinjve. Synon gjithashtu të mbështesë dhe fuqizojë qeveritë lokale për të menaxhuar migracionin dhe për të krijuar mundësi të qëndrueshme punësimi brenda vendit, për të mbështetur të kthyerit nga migracioni, si dhe për të inkurajuar investimentet e diasporës në vend. Panajiri i punës zbuloi rrugët e karrierës në mbar Shqipërinë, ka si qëllim promovimin e mobilitetit të brendshëm të punës, me fokus të veçantë në punësimin e të rinjve dhe zhvillimin e aftësive, tha Klevis Hysa, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. Panajiri i kursit vjen si një pikë takimi midis konkurruesve dhe këndonësve dhe përpost këtij momenti ku ne prezantojmë, bizneset prezantojnë ofertat e punës dhe mundësitë e punësimit që ata kanë, është një moment shumë i vlefshëm për ne për të diskutuar dhe mbi gjithë iniciativat që institucionet dhe qeveria kanë në kuadrin e fushës punësimit dhe të aftësive. Strategjia kombëtare e punësimit dhe aftësive 2023-2030 ka një sër masash të qëndësishme për të përmirësuar tregun e punës dhe për të shtuar dhe mundësitë e punësimit rajonale dhe punësimit qarkullues midis qyteteve. Dhe këtu do të falenderoj gjithë iniciativat që partnerët kanë dhe sërish qeverinë britanike dhe ambasadën, që tani më është nga partnerët kryesorë dhe mbështetësit kryesor të agjendës punësimit të Shqipërisë për ta vendosur po ashtu tregun e punës shqiptare, një treg të barabartë europian dhe një treg me standarde. Duke shprehur mbështetjen për projekte që kanë të bëjnë me punësimin e të rinjve, kryetari i bashkisë Albert Halilaj në fjalën e tij u ndal tek kontributi i qeverisë britanike dhe IOM-it për frenimin e migracionit të rinjve kuksian. Falë këtij bashkëpunimi dhe këtij interesimi të zotit ambasador, ne kemi pas një projekt i cili akoma vazhdon perspektiva të reja, i cili ka një sër aktivitetesh për të promovuar rinimin e kupsit, për të rëndëzuar në tregun e punës, dhe falë këtij bashkëpunimi të shkëlqyer, ne kemi arritur që të
së shpejti në Kukës të ndërtohet dhe shkolla profesionale, falë që veç shpjare, e cila ngjelet në mobilin e shumë madhe në tregun e punës dhe për të punësuar të rinj. Ne jemi për të mbështetur zërit e Kukësit lidhur me punësimin e tyre në orientimin e tregut të punës. Gjatë kësaj kohe, Bashkia e Kukësit së fundi me mbështetjen e zyrës së Jonit ka hapur edhe një zyrë e cila do jetë në zyrë këshillimi për një emigrim të rregullt dhe për të pjesën tjetër që do kthehen të orientojnë, të mbështesin në politika punësimi në grande që jepen nga qeveria shqiptare, nga projekte perspektiva të reja. Panajeri i punës shërbeu si një platformë dinamike për të lehtësuar lidhjet mes të rinjve, punëdhënësve, ekspertëve të industrisë së pushtetit lokal, institucioneve arsimore dhe palëve të tjera të interesuara.